shumica, pse nuk ja dhanë, pse se zullen me propozu, për shambull, një taljancës në kryetar. Po si nuk vlerë Jo, formula kryetar. njëjtë, o ti Halil. Kushtet identike. Këta kanë mujt. Mirë, hajde Qysh i takon grupet më të madh, i takon grupeve të rendituna më të mëdha në kryetar. Matoshi edhe Gashi. Formula etike. Tani apo krijohet një situatë vetëm pak, ta orientojmë pak. Apo krijohet një situatë e re politike, tani del në njërin anë Kurti dhe vendosje në anën tjetër lista serbe. A në thojza apo e shantazhon? Kurti vetëm pak, skenën politike thot o je me mua, o je me listën serbe. Po kjo e vërtet. Apo i bjen kështu. Kjo ka ndodhur që sa. Ai bjen kështu. Jo, tani se del në dy Kjo tavole. e vërtet, po nëse mund e bëj kot. Kjo është Tani a del në dy tavole. Kjo është lojë Dhe mos më politike. thuaj Gash që se ke mendu këtë. Po është e vërtet. Sepse kjo është një situatë që po del në sipërfaqe. Tani Srpska ankimon në gjykatë ushtetuese edhe del në njërën anë. Anën tjetër thot, unë jam kryeministri, unë jam Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vendosje dhe po e bëj një gjë të tillë, nuk heqi dorë në këtë. Dhe E partitë opozitare, ish opozitare shka du të me bo? partitë se dia janë në opozitë, po janë Po të ish ndryshme. opozitare, Po, po. mirë, thot, o je me mu, o je me këta. A i bje kështu? Si pas kujt? Si pas vetë vendosjes? Jo, unë si pas një analizë, si pas kushtrim sa dikut. Analizë po e bëj. Nuk mendoj A i bje kështu? Nuk mendoj që është kaq bardezi. Dugolli ka mendim. Jo, unë kam mendim, në këtë ne kemi po skenën politike edhe deputet pra në kuvend, kur bëjnë fjalë për listën serbe, Srpska për 9 deputet që u kandiduan pra për në kryetar të kuvendit, nuk kishin vot kundër. Domethënë ata abstenojshin. I çfarë kupton kjo? Po mirë, është e drejtë, po Që do dhanë kundër me abstenim. Ja, kundër është mesazh, Ai bie o je me ta. O je me mua, o je me ta. Ai bie kështu. Abstenim o vot, zoti. Vetëm fakt. Po është pa mendim. Abstenim është pa mendim. Ja, sa pa mendim. Jo, vot është. Se ja pa mundëson zgjedhje. Po as kështu. Dugolli, ai bie o je me mua. Çfarë logjike ka shkon as ku Vetëm pak. Ai bie o je me mua, o je me ta. O je me mua, o je me Srpskën. Po mirë dhe ata Ai bie kështu. Jo, dëgjoj, partitë ish opozitare që janë në opozitë e do të jenë në opozitë, nuk patën guximin qytetar të votojnë kundër listës serbe. Sepse lista serbe, ajo vetëm pak, jo, e pa drejtë është kjo. E pa drejtë. Guximin qytetarit të votoj Pyetja ke gjyshe, zoti Dugolli. Votoj LDK për Rashiçi. po kur erdhi Rama te Rashiçi, LDK-ja votoi me të drejtë.